Parashikimi për e diel 11 maj 2025. Çfarë thon yjet për të gjithë shenjat? Dashi, sot do të ndiheni mjaft aktiv në komunikim dhe ndërveprim me njerëzit që ju rrethon. Mund të keni biseda të frytshme dhe të krijoni kontakte të reja që në të ardhmen mund t'ju japin përfitime, si në planin personal ashtu dhe atë profesional. Ka gjasa të takoni ndonjë mik a shok të vjetër që mund t'ju zgjojë kujtime të veçanta ose të sjellë një mundësi të re në jetën tuaj. Në aspektin sentimental është një ditë e mirë për të dashuruar. Përdorë këtë energji për të ndarë ndjenja të thella dhe për të treguar dashurinë që ndjeni. Një mesazh i ndjerë mund të bëjë mrekulli në marrëdhënien tuaj. Gjithçka duket se rrjedh me qetësi dhe në favorin tuaj. Nga ana shëndetësore dhe financiare, gjërat duken mirë dhe pozitive. Kjo është një ditë ku ndihen në kontroll dhe i mbushur me energji. Ngjyra me fat e zezë, numri me fat 1. Demi, sot është e rëndësishme të keni kujdes me fjalët që përdorni. Një koment i pamenduar ose ton i ashur mund të çojë në keqkuptime në marrëdhënie personale dhe profesionale. Ruaj qetësinë, përpiqu të komunikosh me butësi dhe mirëkuptim. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni tensione të panevojshme. Në vendin e punës mund të prisni vlerësim nga eprorët apo kolegët. Kjo do t'ju jap një ndjenjë të fortë motivimi dhe vetbesimi. Kjo është një periudhë e mirë për të treguar aftësitë tuaja dhe për të fituar respektin e të tjerëve. Në planin financiar, situata po përmirësohet dal nga dal dhe kjo do të sjellë një ndjenjë lehtësimi. Nga ana shëndetit mund të përballej me disa shqetësime të vogla fizike, ndoshta lodhje, dhimbje koke apo çarkullime të vogla, të cilat s'duhet t'i neglizhoni për të pushoni kur është e nevojshme. Ngjyra me fat e kuqe, numri me fat 22. Binjakët, sot është një ditë premtuese për jetën tuaj romantike. Marrëdhëniet tuaja mund të përmirësohen dhe aftësia emocionale forcohet. Mund të ndiheni të frymëzuar për të kontribuar në shoqëri apo për të ndihmuar dikën në nevojë. Kjo do t'ju jap kënaqësi. Personaliteti juaj tërheqës dhe energjia pozitive që rrezatoni do të tërheqë njerëzit drejt jush. Ndryshime të vogla në rutinën tuaj të përditshme mund të ndodhin dhe është shumë e mundur që të nisni një aktivitet fizik që do t'ju ndihmojë të ndiheni mirë me veten. Për ata që merren me biznes, dita është shumë pozitive. Parashikohen fitime të mëdha ose marrëveshje të suksesshme. Shfrytëzoje këtë periudhë për të fuqizuar pozitat tuaja në treg ose për të ndërmarrë iniciativa të reja. Ngjyra me fat lejla, numri me fat 8. Gaforja. Sot mund të ndjeni nevojën për të shkëputur nga rutina dhe të planifikoni një udhëtim drejt një vendi të qetë, ku mund të gjeni paqe shpirtërore dhe të rigjeneroheni. Do të mahniteni nga bukuria natyrore që ju rrethon, dhe kjo përvojë do t'ju ndihmojë të rilidheni me veten dhe të çmoni më shumë mrekullitë e jetës. Megjithatë, kjo ditë kërkon kujdes në aspektin praktik, veçanërisht kur bëhet fjalë për dokumenta apo marrëveshje zyrtare. Siguroni që çdo gjë të jetë e kontrolluar dhe e qartë përpara se të ndërmerrni hapa të rëndësishëm. Fëmijët në familje mund të përballen me disa shqetësime shëndetësore, ndaj është mirë të jeni të vëmendshëm dhe të reagoni me kujdes. Sot mund t'ju duhet të merrni vendime të vështira si në sferën personale dhe profesionale. Mbështetuni te intuita dhe mençuria juaj për të gjetur rrugën më të mirë. Ngjyra me fat kafe, numri me fat 4. Luani. Sot, ata që do ju rrethojnë mund të kenë të vështirë të përballen me luhatjet tuaja të humorit. Emocionet tuaja mund të ndryshojnë shpesh gjatë ditës, duke ndikuar në marrëdhëniet me të tjerën. Por mos u shqetësoni, në mbrëmje gjithçka pritet të qetësohet dhe energjitë do stabilizohen. Një lajm i mirë nga drejtuesi juaj në punë mund të sjellë shpresë dhe zhvillim të qëndrueshëm financiar për të ardhmen. Kjo është një mundësi që duhet ta shfrytëzoni me kujdes. Nga ana tjetër, shëndeti mund mos e jetë në formën më të mirë sot. Disa shqetësime të vogla fizike kërkojnë vëmendjen tuaj. Për çiftet, dita sjell afrimitet emocional dhe momente të bukura bashkë, një mundësi për të thelluar lidhjen dhe për të ndarë ndjenja të sinqerta. Ngjyra me fat roza, numri me fat 25. Virgjëresha. Sot ju pret një ditë e këndshme dhe e mbushur me ngrohtësi familjare. Do keni mundësi të kaloni kohë
cilësore me të afërm dhe kjo do t'ju mbush me energji pozitive dhe ndjenja dashurie. Atmosfera do të jetë ideale për të treguar ndjenjat tuaja. Edhe nëse keni pritur një moment të mirë për të shprehur dashurinë ndaj dikujt, ky është çasti i duhur. Në planin profesional ka disa mundësi të reja që mund të shfaqen në horizont. Mbani syt hapur dhe mos nguroni t'i kapni ato. Nga ana financiare, gjërat pritet të përmirësohen ndjeshëm duke sjellë më shumë lehtësi dhe siguri në jetën tuaj të përditshme. Megjithatë, kujdes me shëndetin, mos konsumoni ushqime të pasigurta ose të papastra, pasi rrezikoni shqetësime të vogla dhe probleme me stomakun. Mbani trupin dhe mendjen të balancuar. Ngjyra me fat e gjelbër. Numri me fat 15. Peshorja. Një mundësi e rrallë pune mund të trokas në derën tuaj sot dhe kjo ka potencialin të ndryshojë rrjedhën e karrierës tuaj në mënyrë të jashtëzakonshme. Është një ditë e favorshme për fitime të reja, qoftë në projekt, një fushë re apo një guxim drejt së ardhmes. Universi është në anën tuaj dhe gjasat janë që përpjekjet tuaja të shpërblehen pozitivisht. Nga ana financiare priten përmirësime që do t'ju sjellin më shumë lehtësi dhe stabilitet. Një ndjenjë sigurie do të fillojë të ndërtohet brenda jush, duke ju shtyrë drejt planeve të mëdha. Megjithatë, mos harroni të kujdeseni për shëndetin. Mund të përballeni me ndonjë shqetësim të lehtë fizik, ndaj mos e shpërfillni trupin dhe dëgjoni sinjalet e tij. Ngjyra me fat gri. Numri me fat 6. Akrepi. Sot do të jeni të zënë me shumë angazhime dhe detyra, duke kaluar nga një anë në tjetrën pa shumë kohë për të marrë frymë. Megjithatë, një lajm i mirë mund të vijë përmes një telefonate që do t'ju përmirësojë harmoninë dhe do t'ju japë energji të reja. Ka mundësi që të keni një hyrje të re të ardhurash nga një bashkëpunim apo projekt. Nga ana shëndetësore, gjërat pritet të përmirësohen, ndoshta do ndjeheni më energjik dhe të çliruar nga shqetësimet e kohëve të fundit. Megjithatë, një paralajmërim i vogël: bëni kujdes me fjalët që përdorni sot, veçanërisht ndaj atyre që i doni. Një koment i papërshtatshëm ose i ashpër mund të lëndojë dikë dhe më vonë mund të pendoheni për të. Ngjyra me fat e artë. Numri me fat 21. Shigjetari. Sot është një ditë kur vetbesimi juaj do të jetë në kulmin e tij. Do të ndjeni të motivuar dhe gati për të nisur projekte të reja apo për të përqafuar mundësi të reja, qoftë në fushën profesionale apo dhe personale. Nëse po mendoni të filloni një sipërmarrje të re apo marrëdhënie, kjo është dita kur besimi në vete dhe kreativiteti dhe energjia juaj do t'ju udhëheqin drejt suksesit. Parashikohet një hyrje e re parash, një projekt i ri, ndaj qëndroni të vëmendshëm ndaj mundësive që ju vijnë. Kujdesuni për detajet dhe dokumentacionin, pasi gabimet e vogla mund të kenë pasoja të mëdha. Në aspektin shëndetësor, gjërat janë pozitive dhe sot do të ndjeheni të frymëzuar për të ndjekur një stil jetese më të shëndetshëm. Madje mund t'ju shfaqet si një frikë i palestrës apo ushqimit të mirë. Ngjyra me fat. Ngjyrë kremi. Numri me fat 3. Britsjapi. Sot do të ndjeheni si në një fazë të vështirë, veçanërisht për sa i përket shëndetit dhe financave. Nuk priten përmirësime të menjëhershme në gjendjen tuaj shëndetësore, prandaj është e rëndësishme të kujdeseni për veten dhe shmangni aktivitetet që ju shtojnë stresin. Keni kujdes me marrëveshjet verbale, pasi ka mundësi që disa njerëz të përpiqet t'ju mashtrojnë. Në aspektin financiar dhe personal, periudha e vështirë që keni kaluar do të marrë fund dhe me pak kohë dhe përpjekje do të gjeni rrugën tuaj drejt stabilitetit. E rëndësishme është të rimbushni energjinë tuaj dhe të ktheheni në rrugën e duhur. Mund të mbështeteni tek partneri i cili do të jetë aty për t'ju ndihmuar dhe për t'ju ofruar mbështetje emocionale. Ngjyra me fat e bardhë. Numri me fat 26. Ujori. Sot do të ndjeni të fuqizuar nga besimi që keni te vetja dhe aftësitë tuaja. Ky është një moment i shkëlqyer për të përballur me sfidat që do t'ju dalin përpara, pasi guximi dhe vetbesimi do t'ju ndihmojnë të përparoni. Mos lejo që frika të marrë kontrollin tuaj. Ka të ngjarë të përjetoni përparim dhe sukses në punë ose përpjekje biznesi. Planifikimi dhe disiplina e kujdesshme janë çelësi për arritjen e rezultateve të mira. Përgatituni për surpriza dhe përpiquni të kërkoni aspektet pozitive të tyre. Surprizat mund të vinë nga rrethi juaj shoqëror.
Në marrëdhënie, ndoshta do të keni një ndarje të përkohshme nga një i dashur për shkak të udhëtimit ose çështjeve tjera të rëndësishme, por kjo nuk duhet të prish harmoninë tuaj. Për sa i përket ngjyrës me fat, është ngjyra bezh, ndërsa numri me fat, numri 30. Peshqit, sot shëndeti juaj mund të mos përmirësohet, por do të mbetet një gjendje stabil. Është e rëndësishme të mbani medikamente dhe të merrni pushim të mjaftueshëm për të shmangur shtimin e stresit. Mund të ndjeni të lodhur nga ndërhyrjet e vazhdueshme të tjerëve në jetën tuaj, gjë që mund të shkaktojë frustrim. Në aspektin financiar, është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet tuaja, pasi mund të përballeni me vështirësi financiare nëse nuk ruani kontrollin. Shpenzo, por me kujdes. Mund të jetë një kohë e mirë për të menduar rreth menaxhimit të burimeve tuaja dhe për të shmangur impulsivitetin. Gjithashtu, për nesër, yjet ju këshillojnë të rifilloni ushtrimet për përmirësimin e shëndetit. Duhet të jeni më shumë aktiv. Për sa i përket ngjyrës me fat, është portokallia. Numri me fat 23. Ky ishte horoskopi për ditën e diel, 11 maj 2025. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë. Kush është në punë, suksese në punë. Fat në dashuri, si dhe një shëndet sa më i mirë për të gjithë. Ju urojmë vazhdim të bukur. Shihemi në videon tjetër.